Policia e Fierit ka arrestuar sot shtetasin J. 64 vjeç banues në Skrapar, pasi dje autoambulanca që drejtonte ky shtetas u përplas me kamionin që drejtonte shtetasi IS. Si pasojë, vijojnë të jenë nën kujdesin e mjekëve dhe jashtë rrezikut për jetën pacienti që po transportohej me autoambulancë dhe punojësi policisë që e shoqëronte. Aksidenti ka ndodhur dje në aksin Fier-Lushnjë në vendin e quajtur Kryqëzimi i Vajkanit. Një kamion është përplasur me një ambulancë dhe si pasojë e përplasjes së fortë kanë mbetur 4 persona të lënduar, 2 prej të cilëve ndodheshin në ambulancë, të cilët janë transportuar me urgjencë drejt spitalit rajonal Fier dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Sipas njoftimit të policisë, aksidenti ka ndodhur rreth orës 14:50 në aksin rrugor Lushnjë-Fier në vendin e quajtur Vajkan. Automjeti tip kamion me drejtues shtetasin Ilir Seitaj dhe autoambulanca me drejtues shtetasin Jemin Tare janë përplasur. Si pasojë e përplasjes janë dëmtuar pacienti shtetasi Genci Zylyftari 38 vjeç dhe personat që shoqëronin pacientin nga Spitali Psikiatrik Vlorë për në banesë, shtetasi Esat Zylyftari 74 vjeç banues në Skrapar. Babai i pacientit, shtetasi Hatem Bakillari, 54 vjeç, punonjës i policisë në komisariatin e Skraparit dhe shtetasi Taulant Mekollari, banues në Çorovod, infermieri, të cilët ndodhen në spital në kujdesin e mjekëve jashtë rrezikut për jetën.